Ajo është vjera më virale rrjeteve sociale. Një personazh pa komplekse që ka rrëmbyer zemrat e shqiptarëve. Gushi erdhi për herë të parë në Prishtinë dhe ne nuk mund ta humbisnim këtë takim. Ndonse vizita është e para, ajo ka një dobësi të veçantë të kahershme për Kosovën. Neve kemi shumë kosovarë në Sarandë, na vinë shumë tek marketi tim, se unë kam një biznes që kam një market të madh dhe na vinë shumë kosovarë, gjithashtu kam dhe një apartament mbi market dhe kam shumë klient kosovarë. Biles unë jam shumë e lidhur me Kosovën, sepse në kohën e luftës unë kam marrë familje kosovare në familjen time. Edhe ndihem shumë e lumtur edhe vazhdojmë alati kemi marrëdhëniet me kosovarë, me familjet kosovare që A të njohin nga TikTok-u, çka të thonë kosovarë kur vinë market, pasi Po, më thënë Gushi ti këtu nuk e besojmë. Është e pabesueshme, një foto të lutem ma bëjmë. Përshtypjet e mia për Prishtinën është shumë e bukur, bilosu unë kur pyesja kosovarët thoshin nga jeni në Prishtinë, sa qef kanë vinë në Prishtinë, se më thonë që është shumë e bukur. Edhe kosovarët e thoshin që me të vërtetë është shumë e bukur. Ju sugjeroj që të vini ta vizitoni. Edhe erdha pikërisht sot pata një fat që erdha sot në Prishtinë, që ka e mrekullueshme. Gushi është full energji dhe moshën nuk e ndjen. Kjo fal viratës nga nusja Katerina që i ndryshoi rutinën e jetës. Nusën e kam bieloruse dhe është një nga goca, të gjithë gocat janë shumë të mira, por këtë e kam zgjedhur me sevda që i themi neve. Është shumë e mirë. Edhe një ditë të bukur më tha Gushi tha, unë përdor kolagjen tha. Edhe ta dish, do ta bëj dhuratë një kolagjen dhe pikërisht ma bani të nesër një dhuratë kolagjen, edhe kolagjeni unë kam vite që e përdor, mund të kem mbi 2 vjet që e përdor, por e përdor çdo mëngjes. Bile tash i ka dalë dhe kolagjen me matcha që është jashtëzakonisht e mirë. I ka të gjitha cilësitë, i ka të shkëlqyer. Pra, të ndihmon në rritjen e flokëve, në rritjen e thonjve, në lëkurë, në tretjen e ushqimit, me stomaku, me të gjitha dhe i sugjeroj të gjitha gratë, të gjitha gjini femërore ta përdorin, sidomos esoll. Unë për vendin tim e përdor esoll. Edhe ju sugjeroj që ta përdorin që të gjitha është e shkëlqyer. Efekti i kolagjenit nga natura terapi u vërejt me njëherë. Faktikisht unë para se të përdorja atë kisha dhimbje kyçesh, nuk isha energjike, isha demelozme. Dhe një ditë të bukur kur marr punë Katerina fillova ta pija dhe po ndjeja goxha mirë, bile sfruturoja, isha shumë energjike, bile i thoya edhe këtyve që Katerina, hajde të më bëjmë këtë, portoj sot. Vazhdo kolagjenin, shifi ti si do ndihesh. Edhe ashtu vazhdoj megjithëse dhe unë sot jam spektakolare në gjitha drejtimet. Por sonte Gushi ka kënaqësinë na prezantoi më të riun kolagjenin me shijen virale të matchas. Pata fatin më të madh që po përdor kolagjenin me matcha, sepse unë jam shumë e fansja e matchës. Çdo mëngjes Katerina më bante matcha dhe ma binte në punë në 8:30. Është e preferuara ime matcha. Edhe unë ndjeva shumë e lumtur kur pash kolagjen me matcha, thash, unë sa do vi do rinon, thash. Vazhdova 3 muaj rresht një pa ndërprej fare dhe aty e kuptova që kjo ishte shumë e mirë. Më dha shumë fuqi, më dha shumë elasticitet, më dha shumë energji, as dhimbje kyçes, as durës, jam super, jam si një gocë 20 vjeçe. Pavarësisht se moshën ne kemi në kurrist, nuk mund ta themi dot dhe se kam fare problem. Tash për festat që do dalin dhe me oferta, edhe sugjeroj që t'i marrin që të gjithë njerëzit se shumë e shkëlqyer. Për Gushin, produkti Natura Terapi mbetet pakrahasimisht më i mire. Unë jam fanse e kolagjeneve, edhe sa po mora vesh që doli kolagjeni Natura Terapi, me njëherë u sugjerova që të merrja këtë. Edhe i sugjeroj të gjithë njerëzit që të marrin këtë. Natura Terapi është spektakolare në gjitha drejtimet. Do, edhe njëherë po ja përsëris. Do për lëkurën, do për rritjen e flokëve, do për thonjve, do për organet tërmeshme, do për tretjen e ushqimeve, të gjitha është spektakolare. Mos e lini, vazhdojeni gjithë jetën. Të ndalemi pak tek rrjetet sociale. Gushi kohëve të fundit po shfaqet më rrallë. Pse? Jo, nuk na premton koha, si kemi qenë gjithkohën në punë, por vazhdon ecëria me nusën time që ditën e parë që jam njoftur. Çka ka mbase të egzageruar në ato video që ne i shohim? Absolutisht asnjë, çdo gjë është reale, çdo gjë është e vërtetë, çdo gjë është spontane. Absolutisht asnjë gjë. Idenë unë dal edhe më thonë Gushi më shumë video, Gushi ti je, Gushi
Nuk e ke idenë, biles ndihem shumë e lumtur, dhe biles edhe më dhimbë se njerëzit kur harxoj minutën ose kohën me mua kur thonë që të dalim një foto, gushi jam shumë e lumtur që u takuam sot me juve. Në ndërkohë, është një pyetje që të gjithë ja bëjnë. Po, shpesh herë më bën këtë pyetje, më thonë gushi, të lutem, sa çuna ke? Unë i them 2. Aman me i këtë martu mi ke po të 2, aman me të kisha një do isha femra më e lumtur në botë që të kisha të vjerë. Po mu ta thojmë mbi 10 herë në ditë. Edhe unë jam shumë e lumtur, sado që nuk kam fëmijë të tjerë, se po të kisha pse jo, të gjitha gosat të kisha shumë për vëzëjme. Zakonisht vjera e ka një farë konotacioni negative. Mos harro se gjithë vjerat janë shumë të mira. Nuk të pajtoheshin plot nusën. Jo, të gjitha vjerat, kush nanë është që nuk e do fëmijën e vet? Po ka herë kjo dashuria bëhet toksike në raport me nusën. Jo, absolut. Unë për vetën time no. Nuk e pranoj. Unë them që të gjithë vjerat janë të shkëlqyera. Një këshill për vjerat shqiptare, e ke? Them vetëm kaq që vjerat shqiptare janë shumë të mira. Shkurt. Ti je një vjerë tipike shqiptare? Tipike shqiptare. Dem babadem tipike shqiptare që themi neve. Se më dukesh pak më liberale se sa vjerat. Si mas kohës. Mbase një këshill e mirë do ishte që gjysi vjerat ndiqni shembullin e gushit që të bëheni në hap me kohën, a? Jo, s'mund ta them atë, se s'mund t'i jap dot mësim vjera se them dhe një herë tjetër që vjerat janë shumë të mira, por sipas kohës do të tolerojmë. Do bëjmë si qor një veshur, por prap për të mirën e nusës dhe të shungit. Megjithatë, si çdo vjesht, emri i saj lakohet sërish për hyrjen në Big Brother VIP Albania. Thashë themet, nuk kanë munguar as si vjet. Me sa duket, asgjë nuk është mbyllur, të paktën gjykuar nga kjo përgjigje saj që i vë pikën bisedës simpatike që patëm bashk. Po, është e vërtet ajo, por nuk mundem dot më pëlqen të futem, më pëlqen si ide, por nuk mund ta pranoj për arsye sepse unë punoj në bizneset e mia dhe nuk mund ta mbyll dot bizneset e mia, që kështu është e pamundur. Veç po besoj që do harroheshin kohë do sensacione personazhe, sepse do kishte show. Ndoshta dhe ajo mund të ndodhi, pse jo? Çfarë të thonë për shembull? Pintoni është një personazh i medias edhe i televizionit, i ekranit për shumë vitesh tashmë, ka nisë në moshë shumë të vogël. Kjo ideja e bigut, e bën atë për krahas apo skeptik në raport me potencialisht gushin Big Brother? Unë do jem gushi siç kam qenë, edhe mrena dhe përjashta. Realitet, komplet. Mes një opsioni gushi vetëm dhe gushi me Katerinën, cilin do e zgjedhje? Gushi vetëm. Po pse? Katerina nuk mund të do, se nuk e kupton dhe mirë gjuhën. Do e kisha shumë të sekondi, për shumë të kisha dhe Katerinën krah. Do më pëlqente, nëse vjerë, por do ta kisha shumë siklet, se Katerina nuk i njeh komplet bisedat me njerëzit, të folurit me njerëzit, nuk e di se ka laj atë. Mirë, po se mos mendoj njerëzit në këtë vjetor, tash që fillon Big Brother, s'do futesh. Mos presim në këtë vjetor. Atë si dihet, nuk them kur jo. Okej.